Është e vërtetë se prokuria themelore në Prishtinë, unë menaxhoj me këtë prokuri që 2 vite, 3 muaj kështu. Edhe në planin e punës tem, po edhe në parimet e mia, edhe aspektit të cilësisë menaxheriale dhe po edhe të tjera, në asnjë rast nuk mendoj që dikush mund të ndikojë në punën tonë. Është e vërtetë se Prokuria e Prishtinës ka një numër prej rreth 50 prokuror, edhe që mirë po struktura e prokurorëve në prokurinë tonë është një strukturë e re e prokurorëve, edhe të cilët sidomos dhe kontingjenti i fundit edhe i parafundit që ka ardhur, dhe në asnjë rast nuk kam vërejtur se një prokuror mund të jetë indikuar nga një grupi të caktuar interesit apo të tjera. Më lejoni të them se vetëm në 3 muajt e fundit të vitit 2026 tani, sa përket luftimit, korrupsionit apo vepra penale të kundër detyrës zyrtare, kemi arrestu disa persona zyrtar. Për shembull, kemi rastin e inspektorëve të komunës Prishtinës, të cilët janë ndaluar edhe janë duke aplikuar masat e fshehta, kemi masat e veçanta hetimore, kemi arritur që të njëjtit të nxëmë në krye të veprës penale. Pastaj rasti i Ministrisë Punëve të Brendshme, ku është ngritur për 8 persona, këtë akuzë për 8 persona, për vepra penale, marrje e rishfetit edhe keqpërdrim detyrës zyrtare. Kemi rastin e inspektorit të punës, inspektorit qendror të punës, i cili është zona krye të veprës penale, po ashtu edhe kemi edhe marrëveshjen e fundit për pranimin e fajësisë, ku të njëjtit ju është dhënë 18 muaj burg efektiv. Pastaj kemi rastin edhe të Graçanicës, zyrtarëve të lartë në komunën e Graçanicës, ku të njëjtit janë arrestuar dhe janë zona krye të veprës penale. Jenë të disa nga rastet cilët mendoj që më asnjë argument nuk mund me ndiku një grup i caktuar interesit apo individ fuqishëm për cilët pretendohet. Pasi më lejoni edhe t'ju përmend edhe rastin e Aktashit, vrasjes së rënd në Aktash që ka ndodhur mes 2 familjeve apo grupeve të supozuara se grupe kriminale, që është rasti i vrasjes mes sekerajve edhe capave këtyre me mbiemrin Gashi, të cilët mendoj se rasti i tillë i vrasjes së rënd edhe prokurori i kësaj çështje penale ka arritur që përmes hetimit shumë profesional 10 persona të arrestohen në atë rastin konkret, edhe pse ka qenë shumë pak prova, ka qenë e vështirë hetimi, identifikimi kryesve të asaj vepre penale të rëndë, i cili rast ka të rënditur qytetin e Prishtinës. Unë më garantu qytetarët e Prishtinës se nuk ka grupe kriminale në Prishtinë. Nuk mërzitemi për asnjë grup, për asnjë individ fuqishëm. Mirë, po këto kanë qenë disa familje që janë mundu të jenë protagonistë të dominimit në Prishtinë, e të cilët kanë përfunduar në pranga. Kemi edhe, më falni ndërprerja, kemi edhe raste të tjera të vrasjeve, që është rasti i Liridona Ademit, një rast i tmerrshëm i vrasjes së rënd, të cilët është paraqitur fillimisht si gravitje, mirë po ai rast me një profesionalizëm theksuar edhe të prokurorit çështjes, po edhe të policisë, kemi arritur ta zbulojmë rastin me një afati shumë të shkurt, edhe pse kemi punuar, unë kam përkrahur në mënyrë të vazhdueshme dhe 24 orë kemi punuar bashkë me prokurorin, edhe kemi arritur që brenda një afati shumë të shkurt ta zbulojmë këtë vepër penale dhe presim dënimin kapital lidhur me kryesën e asaj vepre penale. Pastaj kemi rastin e zbulimit të vrasjes së Bedri Rexhepi, një biznesmenit njoftun këtu, i cili fillimisht mund me thonë që është lëvënuar si rasti i personit të humbur, asnjë provë vetme nuk kemi pas. Mirë po, me profesionalizmin e prokurorit, bashkë me etust, me integritet, me profesionalizëm, kemi arritur që ta zbulojmë edhe atë rast, edhe që ka përfunduar mira. Pastaj rasti i Argjentinasës, vrasjes që
është kurorzuar me një akt gjykim dënues dhe me një dënim shumë të lartë. Edhe kemi edhe raste të tjera, të cilët tregojnë përkushtimin, profesionalizmin, edhe hetimet mirëfillta profesionale të cilët i paraprin punës tonë, zotimeve tona në zbatimin e ligjit.